Rritja e temperaturave ka sjellë dështimin e rasteve të pickimeve nga insektet dhe kafshimeve nga zvaranikët. Vetëm gjatë muajit qershor, në urgjencën e Spitalit Rajonal të Vlorës janë regjistruar më shumë se 20 raste të tilla. Mjeku i urgjencës Llambi Subashi konfirmon se stina e verës mbetet periudha më problematike për shkak të temperaturave të larta, të cilat favorizojnë praninë e insekteve dhe zvaranikëve. Në Bear fillojnë edhe problemet e pickimeve dhe të alergjive të ndryshme. Zakonisht nga insektet, nga bletët, nga arzat, nga merimanga, nga gjapërinjt, gjithashtu edhe nga ato të detit, do të thënë me peshku vrahi që thonë në gjuhën e popullit, nga riqnat që ka filluar tash në mal nga baktit. Rastet gjithmonë shtohen në këtë periudhë, por të gjitha rastet që kemi pasur janë stabilizuar, janë observuar gjatë në spital për 24 orë, 48 orë si pas rastit, dhe kanë dalë të qetësuar dhe të stabilizuar. Gjatë muajit qershor kanë qenë tek 20 raste, duke përfshirë komplet gjatë 24 orës. Dhe të stabilizuar, nuk kanë qenë raste problematik të cilët kanë dhënë, janë shoqëruar me probleme hemodinamike. Referuar rasteve të regjistruara, mjeku Subashi shpreh se fatmirësisht të gjitha kanë qenë të menaxhueshme. Sipas tij, problematikat më të mëdha evidentohen në zonat rurale, por dhe pranë banesave ku ka bimësi dhe shkure të papastruara, të cilat krijojnë kushte të favorshme për insektet dhe zvaranikët. Gjithmonë në vendet rurale dhe sidomos janë në male ndodh, por kanë filluar të zbresë edhe më poshtë. Pse? Sepse nuk bëhet pastrimi i ullishteve, nuk bëhet pastrimi i ambienteve rreth shtëpisë dhe prandaj dhe gjithmonë zvaranikët afrohen gjithmonë sa më afër për të ushqyer më shumë dhe për të pirë ujë edhe kështu. Në rastet e parë duhet të drejtohen urgjencës apo jo? Pikërisht gjithë rastet këtu vinë. Dhe këtu bëhet triazhimi dhe shikohen rastet imtësisht dhe pyeten mirë të sëmurët ose pacientët për çfarë lloji gjapëri ka qenë që ka kafshuar, se gjithmonë themi për kafshim gjapërinj, jo pickim, pickojnë bletët, pickojnë insektet, edhe koha nga momenti i kafshimit nga gjapëri ose pickimit nga bletët ose insektet e ndryshme. Edhe periudha në vijim pritet të mbetet problematike sa i përket pickimeve dhe kafshimeve nga insektet apo zvaranikët. Bluzat e bardha u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal dhe në rast pickimi ose kafshimi t'i drejtohen sa më shpejt urgjencës së spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.